Në moshën vetëm 7 vjeçare, ajo largua me familje nga Kosova drejt Belgjikës, duke ndjekur rrugën e shumë bashkëdhetarëve që kërkonin një të ardhme më të mirë. Me shumë punë dhe përkushtim, arriti suksese të mëdha dhe sot është drejtureshe shkollës shqipe Vatra në Bruksel. Megjithatë, mallin për vendlindjen nuk e ka shuar as koha e as distanca. Aroma e Kosovës dhe kujtimet e fëmirisë vazhdojnë atë të ndjekin. Në të ardhmen, ajo ndërron të kthehet dhe të kontribuojë në vendin e saj. Por zhgënjimi nga mungesa e mundësive për të rinj dhe për mërgjimtarët, si dhe neglizhenca e institucioneve, ja bëjnë këtë ëndër më të largët. Ke lindur këtu në Belgjik? Unë kam ardhur të 7 vjeçe. 7 vjeçe. Tash na trego dallimin, domethënë të kujtohet kur ke ardhur këtu edhe deri më tani. Na trego domethënë sa je adaptuar këtu dhe sa të mungon Kosova, domethënë ngritja jote. Këtu me u adaptu, besoj që si shumica e shqiptarëve sot që kanë gjetë rrugën e vetë dhe që kanë ndërmarrë gjëra të mëdha dhe nuk dallohen që janë të huaja apo që nuk kanë lindur këtu. Jam e kënaqur si për veten si për rrethet që kemi, mirë po madhi e adheut ai nuk shohet kurrë, edhe pse kam qenë e vogël, unë kam shumë kujtime nga vendlindja se sa nga fëmijëria që kam pasur këtu. Edhe kam vujt shumë këtë pjesën e largimit atje, se unë sapo kam filluar klasën e parë në Kosovë para se më ardh këtu dhe jam shkruar nga klasa pas 2 muajve për në ardhur në Belgjikë. Në mes të rrëfimit, zëri fyr nga emocionet. Plotët I rrjedhin heshtur, si një rrëfim pa fjalë për dashurinë që as vitet e as largësia nuk mund ta shuanin. Në këto pak sekonda heshtjeje, ajo foli më shumë se sa gjithë biseda jonë. Nuk ishim akoma me dokumente dhe ishim vështirësitë për me ardhur deri këtu dhe kemi kaluar kohën nëpër Maqedoni, Turqi derisa kemi arritur në Belgjikë. Kështu që ai vetë mua më iku pa shkollë dhe kur bana 8 vjeçë këtu në Belgjikë në vitin tjetër unë nuk disha as gjuhë, as shkrim lexim, pothuajse as në shqip, se edhe në Shqipëri nuk mbarova shkollën dhe isha shumë e madhe për me fillu klasën e parë që këto fëmijët kishin filluar në moshën 6 vjeçe. Edhe isha shumë mbrapa për të dalur në klasën e 3, në klasën që më takonte sipas moshës time, dhe ka qenë një problem I madh në atë kohë për me ndjek mësimet, mirë po. Shkolla belge më ka ndihmuar shumë në atë moment, sepse jashtë plus mësimeve të rregullta që kisha një mësuese që më ndihmonte me avancu pak më shumë me gjuhën, dhe kështu që fillova në klasën e dytë, pa bërë klasë të para, po as shkolla tjera, dhe gradualisht arrita ta mësoj pastaj gjuhën shumë shpejt, dhe kështu që isha e vogël në atë kohë, por I përkthesha dhe familjarëve dhe rrethet të tjerëve që nuk I kishim as familje, por që kur tishin që të gjuhën I ndihmosha shumë dhe nëpër dokumentat e tyre apo nëpër nevojat e tyre personale. Sa shpesh e viziton Kosovën? Shkojmë 2-3 herë në vit, pothuajse. Ne thom një herë gjatë verës kur rrim tamam siç duhet, se këto 2 herë tjera po mashtrohemi disa ditë pak, por prapë shkojmë për çdo herë kur kemi një mundësi, një rast, nuk e lëm pa shkuar. A e mendon ndonjë të ardhme të afërt apo të largët, domethënë që të kthehesh dhe të kontribuosh për vendin tënd në Kosovë? Shpresoj, këtë ëndër e kemi gjithë dhe qëllimi jon ky ka qenë që prej fillimit kur kemi ardhur këtu, nuk kemi menduar ndonjëherë që do ngelim atë shumë, përse vitet e para ne as nuk rahatojshëm nëpër shtëpi siç duhet, se duke pritur gjithmonë se po mbaron lufta do kthehemi, po bëhet më mirë Kosova, po kthehemi po. Edhe unë që kam lind atje, edhe pse e kam këtë frymarrjen e vendlindjes kur shkoj atje, motrën time të vogël kur e kam me vete, nuk I ndjen gjanat siç I ndjej unë. Edhe pse e flet ajo mirë shqipen, vetëm se ka lindur këtu, atje I thojnë belge. Donc është kjo ana ku vetë njerëzit tonë në vendin tonë na largojnë, donc që të ndjehem ne më shqiptar se kush jemi, duhet kontribuojnë për ruajtjen e gjuhës shqipe këtu. Duhet të kontribuojnë si me
mësuesi me shkolla. Ne jemi shkolla e vetme që jetojmë që 20 vite me mundësitë tona vetëm falë presidentit Ahmet Xhanaj që ka bërë pamundërën duke kërkuar te biznesmenat shqiptare ku ka mundër për rreth për me ekzistu kjo shkollë, po është pak sepse duhet me u investu më shumë, duhet që mësues të paguhen për me pas vullnet, për me pas mësim edhe më shumë, për me pas nxënës edhe më shumë. Kur fëmijët të flasin shqipen, ata do të mirëpriten në vendet ku flitet shqip dhe do të ndjehen më të dashur. Kjo është e para. E tjetra është, çfarë mund bëjë presidentja që ne të vim atje, është të kemi më shumë mundësi për investime në Kosovë, mirë po edhe që të kemi perspektiva atje ku arrim. Ne këtu kemi ardhur të hujt, mirë po vetëm se kemi pasur një vend pune, kemi mundur që të blejmë shtëpia, që të hapim bizneset tona dhe nëse je i aftë i Zotit me punu, nuk të ndalan askushi këtu. Duhet të jetë e njëjta gjë edhe në Kosovë, e që të mos i takojë shteti vetëm atij që ka pare me pagu të tjetrin ose që ka të njofshëm për rreth. Mirë po vendlindja duhet të jetë të gjithëve e barabartë e duhet të kemi të gjitha drejtat e barabarta. Faleminderit shumë. Në Bruksel shkroi suksesin e saj, por ëndra e vërtet mbetet kthimi, sepse rënjet nuk harrohen kurrë.